إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم إنك قريب مجيب. Pra në mësimin ton të dytë nga ky libër i dobishëm me titull Jawami'u al-Ad'iyati an-Nabawiyya, përmbledhja e lutjeve dhe duave pejgamberike, kemi arritur tek fjala e autorit sheikhut të nderuar Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin Abbad al-Badr, Allah ruajt atë, ku thot: vërtet, pra çdo musliman ka për detyrë të njohë madhështinë e vlerës së lutjeve profetike dhe pozitën e tyre të lartë, sepse ato përmbajnë përmbledhjen e çdo të mire, dyert e lumturisë dhe çelësat e suksesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Vazhdon dhe thot ai, pra lutja më e mirë është që muslimani të kërkojë Zotit të tij prej të mirave që ka kërkuar robi dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu forma më e mirë e kërkimit të mbrojtjes, pra al-isti'adha, është që njeriu të kërkojë mbrojtje tek Allahu nga e keqja dhe sherri, prej së cilës ka kërkuar mbrojtje robi dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse në to gjenden çelësat hapës të hajrit, përfundimet e mirësisë dhe përmbledhësit e saj, të parat e tyre edhe të fundit, ato të dukshme dhe ato të fsheta. Edhe se kushdo që mediton dhe përsjadet dhe thellohet mbi të gjitha lutjet që gjenden në Kur'an apo në Sunet, do t'i gjej ato pra po ashtu, që janë çfarë? Të përsosura, përmbledhëse, edhe që janë çelësa të hajrit dhe sigurisht janë çelësa mbyllës dhe ruajtës prej sherrit. Sepse vërtet Allahu ka zgjedhur për profetin e tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam lutjet më të përmbledhura dhe hapse të mirësive që përmbajnë përsosjen dhe përfundimin e çështjeve të mira si në dynja, ashtu edhe në ahiret. Thot shiku që çfarë vërejtje e bukur dhe pra këshill dhe qortim për muslimanët një herë, se thot, atëherë si mundet një musliman ta lër pas dore këtë mirësi të madhe dhe këtë begati të gjerë që përmbajnë lutjet e profetit fisnik sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe të përdor lutjet e të tjerëve përveçti, për të cilët nuk ka siguri nga rreziku i shtesave dhe shpikjeve që kanë futur në fe atë që nuk është prej saj. Prandaj një dietar i madh al-Khattabi rahimahullah ka thënë: më të vlefshmet prej lutjeve që duhen thënë dhe përdorur janë ato që janë transmetuar në rrugë të sakta, pra me hadithe sahihe, të sakta, autentike, nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe që janë vërtetuar me zinxhir të saktë transmetimi, sepse gabimi, thot al-Khattabi rahimahullah, ndodh shpesh në lutjet që njerëzit i përzgjedhin vetë nga ijtihadi i tyre. Mendon se është thelluar dhe ka urumtuar shumë në për librat e Islamit dhe mund të lutet, pra jo me lutjet pejgamberike. Thot për shkak të dallimeve në njohurit, pra diturinë e tyre të njerëzve dhe ndryshimit në mëdhëbet e tyre në akide dhe në metodologji. Pra thot el-Khattabi në vazhdim, pra kapitulli dhe tema e lutjes e duave
është një derë që përmban rrezik. E toka në këmbët e lusit është e rëshqitshme, prandaj le të ruhet prej rëshqitjeve dhe të ndjek rrugën e drejtë në të cilën është e sigurt, pra është i sigurt ai nga shmangja dhe nga rëshqitja, dhe nuk ka sukses verse me ndihmën e Allahut të plotfuqishëm e të lartësuar. Për këtu mbaroj fjalën e tij. Dhe kujtoj një episod, një ngjarje që kam pasur me një burr i vëlla musliman nga Senegali, ku ai kishte një libër të cilin e kishte trashëguar apo i kishte rënë në dorë nga njëri prej shejkhave që mbajnë ata atje në Senegal, Ahmed Bamba. Një njeri devijuar, drejtuesi i tarikati sufist ekstremist, dhe kur hodha një sy në broshurën e tij apo në këtë përmbledhje duash prej shehut të tij, çdo lutje që i drejtohej me të ky robi i paditur Allahut Azza wa Jall, i thoshte të kërkoj ty për hatër të Shekh Bambas të më japësh këtë apo atë. Të kërkoj ty për pozitën e lartë që ka Shekh Bamba te ty, i thash subhanallah. Ku është dallimi mes lutjes tënde, i thash, që pretendon Islamin dhe Sunetin, dhe lutjes së të krishterëve, të nasarave, të cilët i kërkojnë Zotin, ai kërkojnë Allahu subhanahu wa taala në lutjet e tyre për hatër të Isait, për hatër të Meriemës, për hatër të engjëve. Pra jo drejt për drejt siç është duaja e një muwahhidi që e njëjëson dhe veçon Allahun me adhurim. Pra kujdes nga lutjet e tjera përposhtë pejgamberit selam. Dhe jo vetëm, pra tham, lutjet të jenë të transmetuara me zinxhir transmetimi të saktë dhe tekstet e duave të jenë të vërtetuara nga pejgamberi fisnik sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe thot Sheikh Abdul Razak, Allah rujt, dhe në fjalën që i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës në hadithin e mëparshëm, çfarë i tha? O Aisha, përmbaju lutjeve të plota, pra të përkryera. Pastaj ja mësoi asaj atë lutje madhështore, të plot dhe gjithëpërfshirëse në çdo mirësi. Dhe kjo është dëshmia e qartë për vlefshmërinë e lutjeve profetike, me fjalët e tyre origjinale, pa shtesa, pra pa shtojca, sepse kur diçka është e përkryer nuk ka nevojë kursesi për shtesë. Lutje plotë e përkryer nga goja e pejgamberit fisnik, bashkëshortes së tij ndeshme dhe fisnike, nënës së besimtarëve, dhe nëpërmjet saj gjithë ummetit islam. Prandaj thot Sheikhu, Allahu rujt, është për tu habitur kur dikush e thot atë lutje, pastaj i shton asaj, thot veçanërisht të pjesën e lutjes ku thot, lutja pejgamberike është Allahumma inni es'aluka min khayri ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad. Pastaj shtojnë disa wa ibaduka salihin. Pra lutja pejgamberit është ai që na ka mësuar, ja mësoi Aishës, o Allah, unë kërkoj prej teje të mirat, të cilat i ka kërkuar prej teje robi dhe i dërguari yt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Disa shtojnë dhe robët e tu të mirë. Thot Sheikhu, Sheikh Abdul Razak, çfarë? Thot, megjithse thot, profeti alayhi salam e ka përshkruar atë lutje si të përkryer, pra të përsosur, të plot, pa mangësira. A thua valla kanë robërit e mirë të Allahut ndonjë mirësi më shumë se ato që përmban lutje profetit sallallahu alaihi wasallam? Pra gjithë secili e di përgjigjen e kësaj pyetje që quhet retorike. Jo, edhe 1000 herë jo. Kjo pra thot Sheikhu Abdul Razak, Allah rujt, thekson se muslimani nëse në veten e tij preferon apo parapëlqen ndonjë shprehje dhe dëshiron ta shtojë atë në dua dhe transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet ta lërë atë nga etika, edukata dhe respekti ndaj duave profetike të plota dhe madhështore, që të mos bëhet si ai që mendon se duhet të plotësoj ose të përmirësoj apo të korrigjoj diçka në lutjet profetike. Edhe nëse ai që shton nuk ka për qëllim që të bëjë ndonjë plotësim, pra korrigjim apo shtesë, ai prapë duhet ta lërë atë, sepse shtimi në to në të vërtet është mangësi. Çfarë themi?
çdo ditë xumaj që lutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairal huda huda Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha. Pra udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra në gjithçka, përfshirë dhe në mënyrën dhe në formën e lutjes dhe në fjalit pra e lutjeve dhe të kërkesës sonë Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot robi duhet të kufizohet me duat e profetit sallallahu alaihi wasallam, fjalët e tij ashtu siç janë transmetuar, për shkak të pagabueshmërisë së tyre dhe për kryes së tyre si në formë ashtu dhe në përmbajtje, si dhe ruajtjes së tyre nga gabimi dhe lajthitja në shprehje dhe në kuptime, sepse ato, pra lutjet pejgamberike, janë shpallje nga Allahu dhe zbritje prej tij, thot tanzilu min hakimin hamid, pra janë të zbritura të shpallura nga i përsosin urësi dhe i lavdëruari, që ai përzgjodhi për profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ja mësoi atij. Pastaj profeti alayhi salatu wasalam i mësoi ato dhe veproi sipas tyre në mënyrën më të plotë dhe më të përkryer. Dhe ja transmetoi qartë ato umetit të tij. Sahabët e tij fisnik ridwanullahi alehim i morën dhe i mësuan ato prej tij në mënyrën më të mirë, vepruan sipas tyre dhe u përpoqën të zbatojnë ato dhe ta mbushin kohën dhe ditën dhe jetën e tyre me to. Pastaj u transmetuan të tjerëve pas tyre, pra tabiinëve, të plota dhe të sakta, me shkronjat dhe fjalët e tyre. Kështu ata sahabët ridwanullahi alehim patën hisën më të madhe dhe përfitimin më të plot nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot në hadithin e saktë, thot nadhara Allahu abdan ose mri'an sami'a maqalati فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. Pejgamberi selam çfarë thot? Thot Allahu e ndriçoft, e zbukuroft, e hijeshoft fytyrën e atij robi që dëgjoi fjalën time, e kuptoi dhe e ruajti atë, pastaj ja transmetoi atij që nuk e dëgjoi. Pra ky është roli i sahabëve, vlera, pozita dhe mirësia e tyre për umetin. Ndaj kemi thënë kujdes nga ata që edhin balt apo i afrohen me epitete fyese dhe poshtruese dhe nënshmuese sahabëve. Nuk kanë hajër në ta dhe ata, çfarë janë armiqtë Allahut dhe dërguarit të tij dhe të besimtarëve. Vërtet sahabët ishin shumë të kujdesshëm për të mësuar duat profetike. Pra nuk ishin neglizhent, nuk ishin mendjelet, nuk i mësonin ato sipas kuptimit, por përpiqeshin dhe fokusoheshin që t'i memorizonin me fjalët e tyre dhe me gërmat e tyre dhe me përmbajtjen e tyre të plotë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ishin të kujdesshëm për të mësuar duat profetike dhe për t'i regjistruar ato, qoftë i memorizoni, qoftë qayyidul ilma bil kitabi, pra ngoseni, pra lidheni dijen me të shkruar, siç shkruante Abdullah ibn Amr al-As apo të tjerë prej sahabëve ridwanullahi alehim. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ishte tepër i kujdesshëm t'i udhëzonte dhe t'i drejtonte ata në këtë çështje. Madje ai u mësonte duat ashtu siç u mësonte atyre suret e Kuranit, siç do të gjejmë në hadithet që vijojnë. Imam Muslimi Allahu mëshiroft transmeton në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u mësonte atyre këtë dua ashtu siç u mësonte suret nga Kurani. Ai alayhi salatu wasalam thoshte, pra lutej vetë dhe u mësonte sahabët të dua duke thënë: Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa mamat. Kjo dua ka ardhur në tashahudin e fundit, pra të namazit përpara selamit. Lutej dhe thoshte: O Allah, me të vërtet ne kërkojmë mbrojtje tek ti nga dënimi i xhenemit, dhe kërkojmë mbrojtje tek ti nga dënimi i varrit ose në varr, dhe kërkojmë mbrojtje tek ti nga sprova e Mesihut Dejjal, dhe kërkojmë mbrojtje tek ti nga sprova e jetës dhe e vdekjes. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu selam në duan e istikharës, pra i kërkon Allahut të më të mirën në një çështje që ti je i luhatshëm i pa vendosur, pasi që i fal 2 rekate namaz vullnetare, pra nafile,
mbas këtyre 2 rekateve lutesh me këtë dua, siç përcjell Buhariu, Allahu mëshiroft, nga hadithi i Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, i cili thot, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na mësonte duan e istikharës, siç na mësonte një sure nga Kurani. Pra, sepse edhe Kurani dhe lutjet profetike kama yuqal min mishkatin wahida, janë nga një burim i vetëm, nga çfarë janë? Janë shpallje prej Allahut. Allahu subhanahu wa taala çfarë thot për pejgamberin e tij, thot: "Innahu la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Vërtet ai i dërguari nuk flet nga vetja e tij, por se vërtet është shpallje që i shpallet dhe i revelohet atij. Pra dhe këto lutje që u mëson janë prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na mësonte duan e istikharës, ashtu siç na mësonte një sure nga Kurani. Dhe sahabët, Allah që dira që me ta, vinin tek ai sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkonin që të mësonte atyre se me çfarë duaje ti luteshin Allahut. Edhe pse thot Sheikhu Abdurrazzaku, Allahu ruajt, ata ishin njerëz me shumë dituri, me elokuencë, ishin oratorë të mëdhenj dhe aftësi për të përpiluar dhe formuluar shumë dua të mira dhe të bukura. Porse vinin dhe i thoshin, na mësot për Allah si ta lutim Allahun. Madje thot Sheikhu, ja ku faqihu i sahabëve më i ditur i këtij umeti, më i miri dhe më i vlefshëm prej tyre Abu Bekr Siddiqu radhiyallahu ta'ala anhu, i cili i thot të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Çfarë i thot? I thot: "O dërguari i Allahut, më mësoj një dua me të cilën të lutem në namazin tim." Pra në lutjen time. Në një transmetim tjetër ka thënë ose në shtëpinë time. Pra vjen te pejgamberi selam dhe i mëson me thjeshtësi të madhe dhe me edukat të lartë, më mësoj një dua me cilën të lutem namazin tim, ose i ka thënë në shtëpinë time, radhiyallahu ta'ala anhu. Atëherë pejgamberi selam i tha, thuaj, kul Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahu akbar, sa dua për mbesë dhe për sosur. I tha Abu Bekr, thuaj, o Allah, vërtet unë i kam bërë padrejsi tepër të madhe vetes time. Dhe nuk i fal gjunat askush tjetër përpos teje. Më fal me një falje që vjen nga ti dhe më mëshiro, sepse vërtet ti e falës i madh dhe mëshirëplot. Hadithi është i saktë përcjell të Muslimi. Gjithashtu transmetohet nga Abu Huraira, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tha, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu i tha të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, më mëso diçka që ta them kur të gdhihem dhe kur të ngrysem dhe kur të shtrihem për të fjetur. Pra i kërkoj një dua për këto 3 momente të ditës së tij. Pra kur të gdhihem, kur të ngrysem, pra para akşamit, dhe kur shkoj për të fjetur. Ai sallallahu alaihi wasallam i tha, thuaj, kul Allahumma fatira as-samawati wal ard, shifa rububiyya Allah subhanahu wa ta'ala, alim al-ghaybi wash-shahada, rabb kulli shay'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri ash-shaytani wa shirki. Pejgamberi selam i tha, thuaj, pra kur të gdhihesh, kur të ngrysesh dhe para se të shkosh pra me fjet në shtradhin tënd. Thuaj, o Allah, krijuesi i qiejve dhe i tokës, pra dëshmon me rububien Allah subhanahu wa taala, i dijshmi, i të fshetës dhe i të dukshmes, Zoti i çdo gjëje dhe sunduesi i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër të drejtë përveç teje, pra me të drejtë përveç teje. Kërkoj mbrojtje tek ti nga e keqja e vetes time, nga e keqja e shejtanit dhe ortakësisë pra shirkut të tij. Allahu akbar. Të hadithe transmeton Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft. Dhe gjithashtu thot Sheikhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i korrigjonte ata edhe nëse gabonin, qoftë edhe vetëm në një fjalë prej shprehjeve të dhikrit apo të duas.
si transmetohet në dy sahihet nga hadithi i El-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tha, pejgamberi selam i thot këtij sahabiu El-Bara ibn Azib, ka qenë shumë trim dhe i guximshëm radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabët kanë qenë gjithë trim dhe guximshëm, ky ka qenë pak më tepër se ta. I ka thënë, kur të shkosh për të fjetur, merr abdes ashtu si për namaz, pastaj shtriu në anën tënde të djathtë dhe thuaj: Allahumma aslamtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. I tha, o Bara, kur shkosh pra për të fjetur, merr abdes ashtu si për namaz, pastaj shtriu në anën tënde të djathtë dhe thuaj këtë dua, kuptimi i cilës është: o Allah, ta dorëzova ty fytyrën time, ti lash ty gjithë çështjet e mia, e drejtova shpinën time te ti me dëshirë dhe frikë prej teje, nuk ka strehim dhe shpëtim prej teje përveç se te ti. Besova në librin tënd që ti e zbrite dhe në pejgamberin tënd që ti e dërgove. I thot pejgamberi selam, e nëse vdesën natyrshmërinë, pra në fitrën islame, prandaj bëj ato fjalët e tua të fundit për atë ditë. Çfarë thot sahabiu? El-Bara ibn Azib thot, atëherë unë thash, do t'i përsëris këto fjalë të dua, që t'i mësoj ato përmendësh, që mos t'i haronte. Dhe thash, thot, e tha gjithë duan, deri ke fjalë ati, nuk tha, u bi nebike alladhi arsalt, por thash, thot, u bi rasulike alladhi arsalt. Nebi është pejgamber dhe rasul është i dërguar. Dhe në të dërguar tënë që ti e ke dërguar. Dhe ai sallallahu alaihi wasallam tha, jo, por thuaj, u bi nebike alladhi arsalt. Pra korrigjoj duke i thënë, besova në pejgamberin tënë që ti e ke dërguar. Pra edhe pse, çfarë? Duke sikur ky nga nebi e përmendi si rasul. Pejgamberi selam është edhe nebi dhe rasul. Pejgamberi selam i tha, jo, kështu si po të mësoj unë. Po bi nebike alladhi arsalt. Si çfarë thot el-Hafidh ibn Hajar rahmetullahi alayhi në librin e tij Fathul Bari, thot: me drejta që është thënë lidhur me urtësinë e mohimit, pra korrigjimit të fjalës ar-rasul wa bir-rasulika alladhi arsalt, në vend të pejgamberit është se shprehjet e dhikrit janë tauqifie, janë të përcaktuara, nuk mund të ndryshojë askush, sepse janë adhurime dhe adhurimet janë tauqifie, janë në argument në Kur'an edhe në sunetin e saktë. Dhe ato kanë veçori, thot el-Hafidh ibn Hajar, dhe sekrete që nuk i nështrohen analogjisë apo logjikës njerëzore. Prandaj duhet të ruhet forma e saktë e fjalëve ashtu siç kanë ardhur. Siç ti e fal namazin e sabahut 2 rekate farzin, siç e fal drekën 4 rekate farz, siç e fal ikindin 4 rekate e me radhë, siç agjiron Ramazanin 30 ditë apo 29 ditë, siç e fal Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin nga 2 rekate, siç e merr abdesin 3 herë apo 2 herë apo 1 herë, dhe jo 4, 5 dhe 10, nëse ke dëshirë të pastrohesh më shumë, ashtu dhe duat dhe lutjet profetike duhet që ti thuash dhe ti lutesh Allahut me fjalët që ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për më tepër, thotë Sheikh Abdurrazaku, njeriu ndonjëherë mund të zgjedhë për vete një formë të saktuar lutje, duke menduar se ajo do të sjellë lumturi në këtë botë dhe në tjetrën, por i fshihet atij se ajo lutje mund të përmbajë ndonjë të keqe ose rrezik, qoftë në dynja ose në ahiret, ndërkohë që lutjet pejgamberike nuk përmbajnë asgjë tjetër veçse mirësi, rregullsi dhe shpëtim në këtë botë dhe në tjetrën. Pra, thotë Sheikhu, ndoshta e përmbyllim me këtë hadith, me këto dy ngjarje që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit selam, thotë, medito thot mirë për këtë ngjarje të mrekullueshme. Dëgjoj ngjarjen. Imam Muslimi transmeton në saktin e tij, Allahu mëshiroft, nga Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, se
i dërguari Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam shkoi për të vizituar një burr prej muslimanëve që ishte i sëmurë, quhet iyadatul marid. Dhe kjo ishte traditë dhe vepër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte atë shpesh. Siç merrte pjesën në xhenaze dhe na kanë nxitur të marrim pjesën në xhenaze, se është e drejta e vëllai musliman mbi ne, ashtu dhe vizitonte të sëmurët prej shokëve të tij, qofshin ata të afërt apo të largët. Pra shkoi për të vizituar një burr prej muslimanëve që ishte sëmurë, i cili aq shumë ishte dobësuar nga smundja, saqë ishte bërë si një zog i vogël nga dobësimi. Atëherë profeti alayhis salam e pyeti, pra kuptoi diçka. I tha, a ke qenë duke u lutur me ndonjë lutje, me ndonjë dua, apo duke kërkuar Allahu diçka me të, pra në lutjen tënde? Ai tha po. Unë thosha dhe lutesha, thot ky smuri, o Allah, çdo ndëshkim që ke për të më dhënë në botën tjetër, atëherë ma përshpejto atë në këtë botë. Me mendjen e tij edhe me shtjatin e tij duke i mirë. Sepse çfarë thot? Ndëshkimi i dunjas është i përkohshëm, kurse gazepi ndëshkimi në ahiret është i përjetshëm. Pra le të më ndëshkojë Allahu përkohësisht dhe të shpëtoj nga ndëshkimi i përjetshëm. Çfarë i thot pejgamberi selam? Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, subhanallah, ti nuk ke takat dhe nuk mund ta përballosh këtë. A nuk do të kishte qenë më mirë të thoje, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Allahu akbar. Më pas profeti alayhis salam e luti Allahun për të dhe Allahu e shëroi pra këtë të sëmurë. Pra thot Sheikh Abdulrazak, i të bëj atij në këtë lutje madhështore midis të mirave të dynjas dhe të ahiretit dhe shpëtimit në të dyja ato. Dhe ruajtjes nga të gjitha të këqijat dhe orientoj atë me këtë dua madhështore. Që sa e shkurtër dhe përmbledhse e hajrit në dynja dhe në ahiret. Dhe gjitha kjo do sikur na tregon pozitën e lutjeve profetike dhe rëndësinë e kujdesit ndaj shprehjeve të tyre të transmetuara për përkryrjen, madhështinë, pagabëshmërinë dhe sigurinë e tyre, si dhe për përmbushje dhe realizimin e kërkesave më të rëndësishme dhe qëllimeve më fisnike. Ato dallohen me veçori dhe cilësi që nuk gjenden në lutjet e të tjerëve, sado kuptim që të kenë të tjerët dije dhe njohuri, dhe se muslimani nuk mund të bëj pa to. Dhe thot shiku Allahu na dhën sukses në kujdesjen ndaj lutjeve të tij dhe në udhëzimin sipas udhës së tij drejt. Amin. Pra me këto fjalë e përmbyllim mësimin ton dhe lutim Allahun duke thënë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.